Mirë se vini në episodin e sotëm të podcastit ton. Tema e ditës është një nga bazat e arkitekturës së kompjuterëve, llojet e memorjes. Me mua sot është Ledian Rahimi, student i shkencave kompjuterike. Faleminderit që je këtu Ledian. Faleminderit edhe juve, është kënaqësia ime që të jem sot me juve këtu. Kemi të bëjmë me një temë që tingëllon mjaft teknike, por në fakt ka lidhje direkte me jetën tonë të përditshme. Për shkak se në kohën që po jetojmë sot, jemi të rrethuar nga pajisje teknologjike, si telefonët, laptopët, tabletat e të tjera, dhe nga përdorimi direkt i këtyre pajisjeve me neve, mbrapa skene qëndron një sistem i madh memoriesh që punojnë në mënyrë të pandalshme dhe të sigurt. Pikërisht për këtë arsye, ne duhet t'ia shpjegojmë dëgjuesve tonë sa më thjesht dhe sa më mirë. Dhe pyetja ime e parë është, çfarë është memory në një kompjuter? Ashtu si truri njeriu i cili ka memorie në afat gjatë dhe afat shkurt, për kujtime të shkurtra dhe për të mbajtur mend kujtime më të gjata, ashtu edhe kompjuteri ka memorie të ndryshme për detyrat e caktuara. Më teknik mund të themi se memoria është aftësia e komponentit për të ruajtur, për të përpunuar informacion. Shumë mirë. Tani le të fokusojmë te një lloj pak më konkret i memorjes, që është ROM. Çfarë është ROM në një kompjuter? ROM ose read only memory, ose përkthyer në shqip që do të thotë memorie vetëm për lexim, është një nga memoriet më kryesore të kompjuterit dhe kryesisht shërben për ruajtjen e informacionit në kohë shumë të gjatë, deri në momentin që ne vendosim ta ndryshojmë ose ta fshijmë. Për ta bërë më të thjeshtë, ROM-in mund ta imagjinojmë si një libër udhëzues për kompjuterin, ku në të përfshihen rregulla se si kompjuteri të nisë, si të njeh komponentët e kompjuterit, si të njeh hardware-in e të tjera, dhe pa këtë libër është si të themi që kompjuteri të nisë, të startoj po duke mos ditur se çfarë të bëj. Domethënë është libër udhëzues për kompjuterin dhe nuk përdor vetëm në kompjuter. Çdo pajisje e cila ka nevojë për një start për të nisur e përdor ROM-in si një memorie për të ruajtur informacion afat gjatë. Shumë mirë, tani e dim që çfarë është ROM dhe pse është kaq i rëndësishëm. Tani kalojmë te një lloj tjetër i memorjes që është RAM. Mund të na flasësh pak edhe për të? Ashtu siç nevojitet kompjuterit të ROM-i për ruajtjen e informacionit në mënyrë afat gjatë, duhet edhe një memorie tjetër e cila ruan informacionin në një moment shumë të shkurtë dhe të vetëm. Atë ROM-i ose Random Access Memory është një nga memoriet për të ruajtur informacion në mënyrë shumë të shkurtër në momentin që po e përdorim atë, dhe duke thjeshtuar për dëgjuesin, RAM-in mund ta imagjinojmë si tryezën e punës së kompjuterit, domethënë të vendosën të gjitha punët të cilat duhet i kryej kompjuteri në momentin kur e kemi ndezur dhe jemi duke bërë diçka. Për shembull, kur kemi të ndezur kompjuterin dhe në të janë të vendosura 15 tabë të Google Chrome dhe disa dokumente, për shembull në Word ose Excel, atëherë pa një RAM të mjaftueshëm do të ishte shumë e vështirë që të menaxhojmë të gjitha këto tabe, fajla, skedar. Atëherë çfarë RAM-i duhet të ketë kompjuteri në ditët e sotme, atëherë varet nga punët që duhet i kesh bërë. Për një zhvillues software apo të punë më të rënda, rekomandohet 16 deri në 32 RAM, është të këshillueshme edhe më shumë se kaq, varësisht nga punët që do të bësh, kurse për punë më të vogla rekomandohet 8, 16, 4 RAM, 4 GB RAM në ditët e sotme është pothuajse pa përdorshme. Po ashtu, si dy nën lloje të RAM-it të cilat janë më të përdorshme në ditët e sotme janë RAM-i dinamik dhe RAM-i statik. RAM-i dinamik është pothuajse më i përdorshëm në kompjuteret e sotëm dhe ai rifreskohet vazhdimisht për të ruajtur dhe për të përpunuar informacionin në momente të caktuara, kurse statik RAM-i kryesisht përdoret për ta bërë më të shpejtë dhe më efikas kompjuterin, dhe ai në ditët e sotme kryesisht përdoret si cache në procesor, domethënë ka informacionet kyçe që i duhen në një kompjuteri kur bën diçka, domethënë për kërkesë dhe për përgjigje. Para se ta mbyllim, do të shtosh edhe diçka për fond dhe mund të na përshkruash se të memorie me nga një fjali? Për në fund mund të themi se çdo pjesë e memorjes ka karakterin dhe fuqinë e vet, dhe duke punuar së bashku krijojnë një trup të gjallë harmonik, dhe duke specifikuar ose duke i gjetur secilës nga një fjali, për RAM mund të themi si një hartë, të cila na tregon rrugën për nisje, për RAM mund të themi si një vend i gjallë për përpunimin e informacionit në vend të caktuar, për RAM-in dinamik mund të themi si një magazin që rifreskohet vazhdimisht për të pasur gati informacionet e nevojshme, dhe për RAM-in statik mund ta konsiderojmë si një rrjedhë e vazhdueshme dhe e shpejtë për të na kthyer përgjigjen sa më shpejt. Faleminderit shumë Ledian për këto informacione të nevojshme. Shihemi në episodin e radhës. Faleminderit juve.